Miqtë mi të dashur, radha është për një tjetër material I cili ka të bëjë me Lindon Berishën, ai vjen sonte në prive për na treguar më shumë rreth bashkëpunimit me reperin 2 ton, kur do t'i bëj remake këngët e babait të tij dhe ka në plan t'i ndrejtë marrëdhëniet me Adrian Gaxhen. Për më shumë detaje ndjekim bashkë në vazhdim materialin nga Artan Telaku. Para menon veç një moment me pas. Bashkëpunimet janë treguar hapi më I mirë për shumë artistë, të cilët kanë kapur majat me kombinime të tilla. Për një mix interesant erdhi mes Lindoni dhe 2 DJ-ve, Dax dhe PM. Halala Ke, e cila para lançimit u bë test në klubet e Kosovës. Ky produksion muzikor u duar turket akoma pa pasur dhe një videoklip. Është prej projekteve të para që testu një herë nëpër klube, edhe me pa reagimin e njerëzve, qysh prej para lancimit, do me thonë kur është testu, është lujt kanga nëpër neja, ka pas habit e njerëz edhe kanë pëlqy shumë, e kanë kërku, se ne kanë gjetë, edhe do me thonë aty e kena pa ai hype që është kriju rreth projektit edhe që menze e kanë prit për mu lansu. Në bashkëpunim do t'jetë edhe kënga e radhës, por jo me DJ. Të herë Lindoni është bërë bashkë me një reper nga Kosova. Do me thonë është bashkëpunim me reperin 2 ton, edhe po shpresoj më konë një sen shumë I madh, I nxehtë ritmik, edhe besoj që edhe ai shquhet për shumë hite, edhe besoj që I kemi kombinu mirë ato shijet, dhe e kemi kriju një farë bote ashtu të përshtatshme ku mujnë me shfaq më të mirën. Mirë po repertori I tij do të pasurohet edhe me këngët e babait të tij Agron Berisha. Vetëm 5 minuta, por edhe hite tjera do t'jenë në versionin e Lindonit. Vetëm 5 minuta. Do me thonë është një ide shtu e ka moçme që du mi rikthy pak ato këngët e babit dikur. Normal në këto ritmet moderne tash të përpunume në zhanër që publiku më ka mësu, do me thonë, me më pa, besoj që në një tardhme ashtu tafër, varësisht që kanë me shku edhe punët, besoj që në një kohë të caktuar ku do t'jam maj motivu, maj frymëzum, që do t'i bi kështu si surprizë, pa ndonjë prononcim para prak, po ardha ashtu. Mundet më konë edhe do me thonë bashkëpunim, që ai shkon interesant. Me ndonjë reper ose nuk I di këngëtar. Ko më parë nga YouTube u larguan këngët paraprake që ka pasur për të rikthyer më vonë me klikime nga zero, por kjo gjë duke se nuk I dëmtoi artistin. Jo, nuk është ndonjë penalizim, nuk e shoh si tillë, po thjesht është me kriju repertoar të ri, fresh repertoar, me dal pak prej ndikimit të më parshëm që jam konë, që më kanë mësu vetë si grup, që tash edhe kom atë komfort me dalë në postereve me artista tjerë, mu kombinu me tjerë, edhe normal që mundësit edhe interesimi është shumë ma I madh kur je vetë. Problemi me video erdhi si pasojë e ndryshimit të menaxhmentit, duke lënë pas Break Record të jetë pjesë e Friends Entertainment. Raporti me të parin e labelit paraprak, Adrian Gaxha, vazhdon të komentohet, por me sa duket nuk ka përmirësime në këtë aspekt. Jo, nuk kanë kalu, edhe nuk e di, në rreth kësaj nuk muj me folë, që konkretisht për to ajlet flet vetë, unë flet për vetën tem, unë e shoh të ardhmen nuk thena, mas nuk më intereson me kalumja, po konë shka konë, gjithë shka konë sim, po të cilë rrugën e vetë, mendoj se ajo konë zgjidhja ma e mirë dhe ma e lumtun për të ditë. Ndryshime nuk ka as në pjesën personale, duke vazhduar të ngelet single ose thënë më mirë në një lidhje të komplikuar. Jo, nuk ka diçka, po thash nuk I dihet, mundet me pas diçka. Fama me vete duke se sjell edhe seksin, e ofertat nga kolegët nuk mungojnë. Tash kolegët normal që edhe ato ofrojnë, se cili e ka nevojë, timrena, ju vlan, normal, po
S'muj me thonë, është diçka shumë personale, shumë private, edhe që s'kish dash kurkush me fol as me emna. Okej, no comment, ne. Kto janë risitë në karrierën e Lindonit, i cili ka disa muaj që ka nisur një udhtim të ri, që po i tregon frutet e para.